Është një tabel që na tregon pak më thellë në lidhje me këtë pyetje. Gjithmonë e njëjta, politikani i dur apo i përshtatshëm për pozicionin e kryeministrit të vendit, po këtë herë shohim sipas votës së 2021-shit, çfarë mendimi dhe perceptimi kanë qytetarët e pyetur të ndarë sipas mënyrës se si ata kanë votuar në vitin 2021, sipas votës politike të zgjedhjet përgjithshme të atëherë, nga totali në kolonën vertikale të përqindjeve që ne i pamë edhe pak përpara, që janë 42 Edi Rama, Sali Berisha 24.1, Adriatik Lapaj 8.6, Agron Shej 7.6, Arlind Qori 2.1, Elena Kocaqi 1.1, Tom Doshi 1% dhe të tjerët 3%, bashkë me nuk e di 10.6%, nga ata që kanë votuar Partinë Socialiste në 2021, 80.5% kanë zgjedhur Edi Ramën si kryeministrin më të përshtatshëm, ndërsa nga votuesit e PD-s së 2021, 3.6% kanë zgjedhur Edi Ramën si më të përshtatshëm, 14.4% e atyre që nuk e kanë identifikuar votën se për kë kanë votuar në 2021, edhe ata kanë zgjedhur Edi Ramën si kandidatin më të përshtatshëm për kryeministër. Shohim edhe Sali Berishën me të njëjtin kuriozitet. Ata që kanë votuar PS në 2021, 1.6% e tyre kanë zgjedhur Sali Berishën si politikanin më të përshtatshëm për të qenë kryeministër, 67.5% e atyre që kanë votuar PD në 2021 kanë zgjedhur Sali Berishën si politikanin më të përshtatshëm për të qenë kryeministër, asnjë 0% nga ata që nuk e kanë identifikuar se për kë kanë votuar në 2021 dhe me radhë, nëse do të shohim tabelën, mbase pak më vonë mund të vim për të analizuar pak më thellë, mund të na japi më shumë kuptime, por do të veçoja 10.4% si shifrën më të lartë tek ata që nuk e kanë identifikuar ose ne nuk e dim për kë kanë votuar në 2021, që zgjedhin pikën më të lartë e kanë tek Adriatik Lapaj si zgjedhje për politikanin më të rëndësishëm, edhe përqindja më e madhe e tyre janë 63.2%, të cilët nuk e din se cili është politikani më i përshtatshëm për pozicionin e kryeministrit. E shohim krahasimore në të katërta matjet politike këtë pyetje, por vetëm me dy pretendentët kryesor për pozicionin e kryeministrit, Edi Rama dhe Sali Berisha. Kështu ka lëvizur preferenca e qytetarëve për secilin prej tyre për t'i parë ata në pozicionin e kryeministrit. Edi Rama ka qenë 41.9% në matjen e parë, 43% në matjen e dytë, 44% në matjen e tretë, sot është në nivelin e 42% e qytetarëve që e shohin atë si politikanin më të përshtatshëm për kryeministër, ndërsa kjo është kurba që kanë ndjekur Sali Berisha në këto katër matje politike në perceptimin e qytetarëve nëse e shohin atë si politikanin më të përshtatshëm për kryeministër. Ka qenë 16.8, është rritur me 19.9, më tej është rritur me 22.9 në matjen e tretë, sot është 24.1% shifra e atyre që e shohin Berishën si politikanin më të përshtatshëm për kryeministër. Shohim edhe partinë. Partitë më të